Kemi pas dikun 6 mungesa për shkak të lëndimeve, por edhe gjatë lojës ka ndodhur lëndime edhe nuk kemi pas mundësi me zëvendësu lojtar për shkak se kemi harxuar zëvendësimet, edhe një pjesë të madhe të lojës se kemi luajt me lojtar mangu. Mendoj që nuk ka ndiku përgatitja fizike ose taktike, po mendoj që mentalisht kemi qenë ma keq se që duhet me qenë për një lojë të rugbit. Ndoshta sepse edhe udhëtimi edhe lëndimet, mungesat e kanë bërë veten që me paraprini mentalitet jo të fortë. Të di që është shumë zhgënjys, jo veç për shtetin e Kosovës, po edhe për neve lojtarëve që kemi luajt aty. Humbja Malit Zi, ndaj Malit Zi është në kompeticionin të krahasoj me ligën e kombeve në futboll, për shkak se këto kombëtare domethënë luajnë me nivelin e saj, nuk luajnë me nivele më të larta. Në këtë kompeticion ka marrë pjesë në këtë vit edhe Bosnia Hercegovina, që të themi shumë nivel më i lartë se ne dy kombëtare tjera, ndërsa vitin tjetër e presim edhe Greqinë të bëhet pjesë. Përfaqësu se kemi filluar me lujt në vitin 2022 në Rugby Sevens, ndërsa në 2023 me këtë formatin që keni pa. Për ata që nuk e din, stafi i federatës përgjithësi është punë vullnetare dhe nuk është që fitojmë ndonjë të ardhur nga puna e federatës, domethënë është në baza vullnetare, sepse secili ka një punë tjetër që e punon si punë kryesore, ndërsa me rugby merren vetëm për hobi dhe për dashninë që e kemi për sport. Me Malin e Zi kemi zhvilluar ndeshjen në 2024 ku kemi me rezultat 27-0 në Hajvalit Prishtinës. Mbi 300 fëmijë janë duke ushtruar rugby në Kosovë, ata janë të moshave 12 vjeçare, 14 vjeçare dhe 10 vjeçare. E armja e Kosovës në rugby tash janë moshat e reja që normalisht kur të zhvillohen edhe me mentalitetin e rugbit. Ata në to ndeshje do të kenë fitore, do të kenë një nivel shumë të lartë. Për ata që nuk e dinë edhe nuk kanë parë rugby ndonjëherë ose disiplinën Sevens, disiplinën olimpike të rugbit, i ftojmë me ardh me 13 dhe 14 qershor në stadiumin Demush Mavraj në Istog, kanë me marrë pjesë 8 ekipe në turnirin ndërkombëtar të Rugby Europe Sevens Conference. Shënjestër.net